Tregu i punës për të rinj vijon të shfaq përmirësim gjatë 3 mujorit të dytë të vitit 2025. Të dhënat më të fundit të publikuara nga Instituti i Statistikave Instat tregojnë një rritje të shkallës së punësimit për grup moshat 15-29 vjeç, e cila është rritur me 0.9% krahasuar me 3 mujorin e parë të vitit dhe me 1.4% në raport me 3 mujorin e fundit të vitit 2024. Paralelisht është shënuar dhe një ulje e konsiderueshme e shkallës së papunësisë për të njëjtën grup mosh. Aktualisht papunësia të të rinjt është në nivelin 17.9%, çka përfaqëson një ulje me 2.4% krahasuar me 3 mujorin e parë të vitit 2024 dhe me 1.3% krahasuar me fundin e atij viti. Një pjesë e madhe të rinjve që nuk janë aktiv ekonomikisht, pra që nuk janë as në punë dhe as në kërkim aktiv të saj, deklarojnë se janë zënës, student ose ndjekin forma të ndryshme trajnimi. Konkretisht, 72.7% e të rinjve ekonomikisht jo aktiv i përkasin kësaj kategorie. Ndërkohë, një përqindje shumë e vogël, vetëm 1.1% janë klasifikuar si të papunë të dekurajuar, të rinj që kanë hequr dorë nga kërkimi një vendi pune për shkak të mungesës së besimit se do të gjejnë punësim. Të dhënat pasqyrojnë një ecuri pozitive të tregut të punës për të rinj, e ndikuar nga dinamikat e reja në ekonomi, politika nxitse të punësimit dhe përfshirje më të lartë në programin e edukimit dhe trajnimit profesional.